Kosovës kryetar, mirëmëngjesit dhe faleminderit shumë që jete tek adresa ankesave. Mirëmëngjesit për ju edhe gjithë qytetarët. Kryetar, po nisim fillimisht me punët e mira cilat janë bërë në fushë Kosovë, cilat janë projektet e fundit që janë realizuar dhe çka pritet me vazhdu tutje. Faleminderit shumë për kohën dhe mundësinë. Na jemi duke i bërë tash vazhdimin e punimeve të cilat veç se janë kom projekte në vazhdim. Dhe tani përpresim bartin e buxhetit për tyrave tanake që ka ndodhur për vitit kaluar, me të cilën pastaj do të vazhdojmë me projektet e reja që kemi në program dhe në projektet dhe në listën e projekteve të prokurimit që kemi bërë bashkë me stafin ton politik. Kështu që me 27 të këtij muaji do të bëhet edhe bartja e buxhetit dhe pastaj do të vazhdohet me procedurat e prokurimit për projektet të cilat i prekin drejt për drejt qytetarëve, siç janë rrugët e reja, rehabilitimi i rrugëve ekzistuese, trotuarët për qytetarët, po ashtu për tenderi që është për rënimin e objekteve pa leje dhe të uzurpuara në komunë të fushë Kosovës, që përfshin terrasat dhe gjitha ato objekte të cilat kanë zonë hapësirat publike, sepse deri tani jemi pa kontroll të rënimit, me të cilat na pamundsohet intervenimi në këto hapësira. Si dhe shumë punë tjera që do të jenë edhe publike vazhdimisht. Po, kryetar, që kemi punë me ndriçimin publik pastaj në fushë Kosovë, sa ka probleme? Ka probleme në pjesë të caktuara të qytetit dhe fshatrave, mirë po krahasim me kohën e kaluar, po besoj që tani jemi shumë më mirë. Edhe kemi projektet edhe për këtë vit, dikon mbi 230.000 euro investime në ndriçim dhe mirëmbajtje të ndriçimit publik. Po besoj që këtë vit dhe vitin tjetër të gjitha rrugët në fushë Kosovë do të jenë të ndriçuara. Po, dhe fare në fund që mos t'ju marr kohë as juve, kemi pasur 2-3 video që kanë ardhur lidhur me problemet, me shqetësimet për qend e Ndacak. Cili është plani, kryetar, si do të menaxhohet kjo çështje e qendve e Ndacak? Problemi i qendve Ndacak është një problem zinxhir që nënkupton edhe problemin me mbeturina. Tani kemi bërë gjithmonë ankesa në kompaninë regjionale të pastrimit, e cila nuk e di arsyet, por besojmë shumë që është një sabotazh ndaj komunës së fushë Kosovës, e cila nuk e bën grumbullimin me kohë dhe neglizhon komunën tonë. Si pasojë e kësaj, edhe dyndja e qendve Ndacak në komunën të fushë Kosovës është pak më e madhe, sepse kur ka bërllëm edhe nuk pastrohet, manej edhe qendri Ndacak e gjen territorin dhe mundësinë për të ushqyer dhe për të gravituar në fushë Kosovë. Kështu që si problem, mendoj që nuk është vetëm problemi i fushë Kosovës, do të shihet si problem përzgjidhje regjionale bashkë me komunën e Obiliqit, komunën e Drenazit, fushë Kosovës dhe Prishtinës, sepse ky problem do të jetë i zgjidhur për gjitha komunat bashkërisht. Mirë po besojmë shumë që bërllogu është problemi numër 1 i cili shkakton edhe këtë problemi. Kemi shumë ankesa të qytetarëve, sepse kemi qytetarë që janë sulmuar nga qendri Ndacak. Mirë po me themelimin, siç e dini, kemi themeluar ndërmarrjen publike lokale. Jemi në procedura, në proceset të regjistrimit në ARBK, ku po besojmë që deri në fund të vitit e gjitha ndërmarrja publike do të funksionalizohet, ku pastaj edhe pjesa e mbeturie, grumbullimit të mbeturinave, po shpresojmë shumë që të kalojnë nga tek kjo ndërmarrje dhe këtë problem qytetarët nuk do ta kenë. Po, shpresojmë kryetarit, falenderoj shumë për këtë lidhje direkte dhe për gjitha këto diskutime që i patëm tek adresa ankesave. Faleminderit për juve. Faleminderit. Punëbar.